ishin ashtu, se I lexova me vëmendje një pjesë tyre, dhe dakord jam për ato për integrimin, po më t'i fusim, por kur janë ekskluzivisht për integrimin e Shqipërisë. Sepse midis tyre keni futur, do të thënë si ajo fabula e Viçit me gjelin, që s'po e shiste dot Viçin ai dhe do e shiste me gjel. Keni fut dhe një ligj që ka marrë shumë debat për barazinë gjinore. Dhe nuk duhet ta fusni sepse për të ka kundërshti të jashtëzakonshme. Sepse godet thelbin e shoqërisë shqiptare dhe duhen marrë në konsiderat të gjithë opinionet pro dhe opinionet kundër. Dhe pasi këto debate, sepse nuk është ligj I parëndësishëm të jenë rregulluar, ai ligj mund vi këtu. Sepse keni fut kështu në mënyrë procedurale për ta aprovuar me forcën e kartonit, kur kundërshtia për të është e jashtëzakonshme. Prandaj unë kërkoj që ta tërhiqni atë ligj, ai t'i nështrohet një debati të gjerë, edhe publik madje, dhe të bëhen ndryshimet e nevojshme, sepse ai ligj nuk është kusht për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Plus dhe gjërave tjera që janë në atë projekt kalendar. Faleminderit. Zoti Gogu për replikë dhe më pas zonja Eriona Ismaili. Nderuar koleg, e para fare uroj që termin biblik Haleluja ta keni përdorur në vend të fjalës së bukur shqipe lavdi Zotit, se vërtet jeni gëzuar dhe jo për të tallur me të. E para. E dyta, dua t'ju them që projekt ligji për barazinë gjinore në fakt është I përfshirë në benchmarkun e ndërmjetëm, që do të thotë është tek indeksi I ndërmjetëm që ne kemi me Bashkimin Evropian, është një nga kushtet e negociatave, madje duhet të mbyllet brenda tetorit, pikërisht ai projekt ligj. Dhe jemi plotësisht të gatshëm që së bashku neve ta shikojmë dhe ta bëjmë më të mirën për shoqërinë shqiptare. Faleminderit. Faleminderit zoti Gogu, zonja Ismaili. Faleminderit të nderuar kryetar, të nderuar koleg. Me thënë drejtën, për herë të parë pas 20 ditë punë në këtë institucion më të rëndësishmin edhe më demokratikun në Republikën e Shqipërisë, unë jam dakord me fjalën e një prej kolegëve të opozitës që ky kuvend duhet I kthehet normalitetit. E them këtë sepse vetëm normalitet kemi parë ne në këto 20 ditë punë që do duhej të ishën në minimum madje edhe zero, duke filluar që nga bullizimet kur një deputet I mazhorancës, duke vazhduar më pas me përmbajtjen e rregullores dhe kushtetutës edhe respektimin e ligjit. Unë e kuptoj edhe jam e bindur që ky institucion dhe kjo qeveri prodhon më shumë demokraci se sa opozita mundet që të ka përdzej, por ne kemi shumë të qartë vizionin edhe ku duam të arrijmë, kështu që nuk bëjmë asnjë hap pas. Për procedurën e famshme, që është folur kaq gjatë edhe kaq shumë, do duhej që në fakt në procedurë të ishën të transkriptuara e zezë mbi të bardhë çdo shishe e hedhur mbi kokat e ministrave, çdo kushtetut e fluturuar e çdo libër e rregullore gjithashtu, por unë mendoj që kjo do jetë një detyrë që do ja caktojmë diellës, edhe pse duhet me shumë turp të lexohet në transkriptime të procedurave dhe të procesverbaleve sjellja e opozitës deri më sot. Faleminderit. Faleminderit. Fjalën e ka kërkuar zoti Sajmir Koreshi, më pas zonja Kiduina Zaka. Jo, s'ka gjë për pioner, se kemi kaluar atë. Ka fatosa për para. I nderuar drejtuesi seancës, se këto miri, këto shoqet na vjen keq që në mandatin e parë dhe 20 ditën e parë të dyshojnë na mërzitën. Ne I kërkojmë